Edhe pas vendimit të gjykatës administrative në favor të Bashkim Ulajt, banorët e rrjollit në Velipoj nuk e kanë ndërprer protestën kundër projektit për resortin, të firmosur nga Edi Rama me dokumente të dyshuara si të falsifikuara, që sipas tyre u grabit 147 hektar tokë. Edhe ditën e shtunë, drejtori i policisë së shtetit Ilir Proda me urdhër të kryeministrit Edi Rama ka vërsulur qindra polic me forca speciale kundër banorëve për t'i larguar ato nga tokat e tyre dhe për t'i garantuar vazhdimin e punimeve mulla bashkimit, ndërkohë që banorët e rrjollit po përballen me dhunën e policisë. Kryeministri Edi Rama po hesht, ai është firmëtari i vendimeve që kanë hapur rrugën për projektin, ndërsa përfitues është klienti i tij Bashkim Ulaj, në shërbim të cilit është vendosur edhe policia e shtetit. Në të njëjtën linjë heshtjeje me kryeministrin është edhe kryetari i PD Sali Berisha. Bashkim Ulaj konsiderohet mik i vjetër dhe përfitues i kontratave publike në kohën e qeverisjes së tij. Gjatë viteve 2005-2013 Ulaj përfitoi tender, toka, koncesione për hece dhe leje ndërtimi për projekte të mëdha, duke u konsoliduar si një nga biznesmenët më të fuqishëm në sektorin e ndërtimit dhe energjisë. Sali Berisha është pyetur disa herë nga gazetarët se pse nuk e mbështet protestën e banorëve të rrjollit dhe pse nuk ka qëndrim të qartë ndaj projektit. Ai është përgjigjur duke hedhur dyshime mbi çështjen e pronësisë dhe duke shmangur përmendjen direkte të emrit të Bashkim Ulajt, edhe pse dihet që një vit përpara prodhimit të dokumenteve kadastrale për projektin, Edi Rama i miratoi Bashkim Ulajt statusin investitor strategjik. Berisha nuk ka marrë një qëndrim të drejtë për drejtë mbi këtë fakt. Po ashtu ai nuk ka reaguar ndaj dislokimit të rreth 150 forcave policore në zonën për përballimin e protestave. Sa i përket heshtjes së deputetëve të Shkodrës nga të dyja krahët e politikës, Kliti Hoti, Bardh Spahia, Ramadan Lika, Greta Bardeli, Luciano Boçi, Mariana Koçeku, Xhenis Çela, Onid Beleri dhe Bujar Rexha, mungesa e tyre në terren është vënë re nga banorët. Në Shkodër qarkullojnë zëra se projekti ka mbështetje të gjerë politike dhe se reagimet janë të kujdesshme për shkak të lidhjeve të biznesit dhe interesave të përbashkëta.